Motra ime dëshiron të pyes diçka, jo fal 5 vaktet namaz gati 3 vite rregullisht dhe bën leximin e Kuranit në gjuhën shqipe. Po ashtu fal dhe namaz natë dhe në mëngjes mbrëmje bën tesbih, pra thot subhanallahu wa bihamdihi mjes 100 herë. Po ajo ka frikë për të ardhmen, se mos sprovohet me gjëra të rënda. Çfarë e këshillon? E këshilloj që thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billah. Në si los shejtani me njeriu. Çdo gjë në rregull, kam frikë se mos smurem me kancer, më vonë. Po çfarë ke, valla? Po çfarë ke me kancerin? Ne kancerin punë vetë në sa vet. Kam frikë se mos ndodh në aksident, kur shkoj me herë në avion mos plasi avion. Po çfarë ke me avion? Pse me ty ato të prit avioni që të plasin ajër. Jo po kom hallën se në herë kur të kem hyp në autobus mos vjen në makinë na bjer anash. Ka ishte njëshi. Ose mos bim në lanë, se ka herë autobus në lanë, mani ka ne di autobusi 2 javë në lanë, si urë e 7. Pa shejtani subhanallahu si tallet me rob më burrë dhe si loz me njerëzit. Lloj vezvese, shkoti. Kam frikë se mos ndodh ndaj gjë. Po le të ndodhi, për kjo frika jote që ti ke se mos ndodhi, a të mbron faktikisht apo vetëm se ta prish momentin? Po s'kan thonë xhahilat jeto momentin, po kam hallë se, kam frikë se, po jeto momentin, i bi hakun burrit, i bi hakun fëmijëve, dil bavrap, dil punon në tokë, dil bjerë liçeni 3 herë edhe për qark. Kam frikë se mos ndodh ndaj gjëra të keqe, po le të ndodhin. Çfarë të vi prej Zotit është e mirë se ardhur. Kjo frika nuk të runë, thjesht të shkatron të tashmen.